Në 2 incidente të ndodhura gjatë natës në Shkup, u dogjen automjete në 2 lokacione të ndryshme. Banorët e qendrës u shqetësuan nga djegja e një automjeti pranë tregut të Gjelbërt, ndërsa në Kisillavot u shkaktua panik pasi flakët kapluan edhe fasadën e një ndërtese dhe një objekti tregtar. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se në të 2 rastet nuk ka persona të lënduar. Më 24 shtator 2025, në orën 23:07 në SBB Shkup është raportuar se në hapësirën e parkimit në bulevardin 11 Tetori në Shkup është djegur një automjet BMW me targa të Shkupit në pronësi të një subjekt juridik, ndërsa nga zjarri është përfshirë edhe një automjet Citroen me targa të Shkupit, si dhe një pjesë e një objekti tregtar. MPB sqaroi se zjarri është shuar pas ndërhyrjes së brigadës për mbrojtje nga zjarri, ndërsa shtoi se po merren masa për zbardhjen e rastit. Në Kisillavot ka pasur panik mes banorëve, pasi flakët kapluan edhe një pjesë të një ndërtese banimi. Më 25 shtator 2025 në orën 3:47 në SBB Shkup është raportuar se në rrugën Diqo Petrov në Shkup është djegur një automjet Range Rover me targa slovake në pronësi të VD 41 vjeç nga Shkupi, ndërsa është përfshirë edhe një automjet Golf me targa bullgare, si dhe një pjesë e fasadës së një ndërtese banimi dhe një pjesë e një objekti tregtar. Djegja e automjeteve është bërë një praktike e zakonshme. Pak ditë më parë, ju vu zjarri një servisi makinash ku u dogjen mbi 20 vetura.